Është detyrë e çdo muslimani që të përcjellë mesazhin e Islamit tek ata që nuk e njohin atë. Ekzistojnë strategji dhe metoda të ndryshme për ta përcjellë këtë mesazh tek jo besimtarët. Disa janë më pak efektive, ndërsa të tjerat janë më të efektshme. Strategjia ose metoda më e zakonshme që muslimanët përdorin për të përcjellë mesazhin e Islamit tek jo besimtarët është kjo. Sa herë që takojnë një jo besimtar, i flasin për 100 gjëra të mira rreth Islamit. Edhe nëse jo besimtari pajtohet me të gjitha ato 100 pika pozitive për Islamin që i keni treguar, në mendjen e tij, ai ende do të mendojë: ti je ai muslimani që është terrorist. Ti je ai muslimani që është fundamentalist. Ti je ai muslimani që martohet me më shumë se 4 gra. Ti je ai muslimani që e nështron gruan duke e mbuluar me perqe. Këto pak mendime negative që ai i ka në mendje, do ta pengojnë të pranojë bukurinë e Islamit.